Shikues nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në emisionin e përjavshëm Diplomatikus. Ka kaluar pothuajse një muaj nga sulmet terroriste që goditën Brukselin dhe për të folur për zhvillimet atje dhe si është sot Brukseli pas pothuajse një muaj, kemi sot të ftuar zotin Ahmet Xhanaj, deputeti i vetëm shqiptar në Parlamentin e Belgjikës. Zoti Xhanaj, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Zoti Xhanaj, ju jetoni në Bruksel, keni qenë atje edhe ditën kur ndodhen dy sulmet terroriste, si ishte për ju ajo ditë? Po, sigurisht se ishte ditë e zezë, sepse neve 2-3 ditë më përpara, do thotë Belgjika kishte arrestuar, do thotë terroristin e shumë kërkuar Salah Abdeslam, dhe mendum që do fitonim, do kishim një periudhë qetësie, por që ndodhi pa pritmas dhe unë faktikisht atë ditë isha i pata dërguar fëmijët te shkolla dhe kur u ktheva pash që në lajme do thotë kishte ndodhur kjo. Ku ndodhet aktualisht procesi hetimeve dhe pikërisht për këtë sulme, domethënë, dhe cilat janë të rejat më të fundit atje? Po të rejat janë që është ngritur një komision parlamentar për të parë, do thotë, ku kanë qëndruar defektet, sepse dihet që aty ka patur defekte në një mos komunikim, një mos koordinim midis shërbimeve të ndryshme. Për shembull, rasti atij që policit që kishte dërguar një informacion për vendodhjen e Salah Abdeslam do të në fillim të periudhës 134 ditësh që kishte humbur në natyrë, do thotë kishte dërguar një informacion për vendodhjen e tij dhe ky informacion nuk është transmetuar dhe do të pasoja ka qenë që neglizhim nga ana autoriteteve? Po, ka patur neglizhim në disa hallke të kësaj të shërbimeve, por që duhet të theksuar gjithashtu që për 3-4 muaj do thotë që të arrestohet armiku i parë publik nuk është edhe një dështim i madh, pasi do thotë kemi raste ku edhe në Francë, për shembull, 2-3 vite kanë kaluar, do thotë edhe të arrestohet një armik i tillë. Në Belgjik për 3-4 muaj nuk është edhe një dështim i madh, por vjen të re që ka patur, do thotë, dështime në mos komunikimin e disa informacione që kishin quar, do thotë, sipas analizave, do kishin quar në arrestimin më përpara të këtij terroristit, që faktikisht për ato 134 ditë ku ka ngelur i pa arrestuar, ka përgatitur sulmet që kanë ndodhur në aeroport edhe në stacionin e metros. Ndoshta mund mos jetë dështim i madh, por mediat belge raportojnë se pikërisht Abdeslam u mbështet nga disa policë në Bruksel. A është e vërtet kjo? Jo, s'besoj të ketë një mbështetje, ka mbështetje të rrethit të tij në atë lagje, sepse është shumë i njohur aty. Lagja është Molenbeek. Është një komunë, do thotë, e Brukselit, ku përqendrohen shumë nga komuniteti maroken. Dhe aty dihet që ka patur një diçka që nuk mund të kuptohet, një mbështetje pa kuptuar për askënd, ku shokët e tij, miqtë e tij e kanë fshehur në atë banesë ku ka qenë dhe disa persona e kanë ditur shumë mirë që ai ka qenë aty në atë banesë, por nuk e kanë dhënë informacion. Po policët më shumë do thotë ka qenë ai mos komunikimi ku një informacion është dhënë në një tjetër lagje të Belgjikës nga një polic që ka marrë informacionin nga një person. Dhe aty do thotë e ka transmetuar, po ai ka vajtur, ishte në pushim për smundje, dhe është larguar nga puna, po kolegi i tij nuk e ka transmetuar informacion. Do thotë ndodhin gjëra kështu të çesharake, do të thoja, por që ka ndodhur dhe informacioni do thotë nuk ka qarkulluar,
dhe ka ndodhur ajo që ka ndodhur. Zoti Gjanaj, është një pyetje që shtrohet shpesh nga komentuesit, jo vetëm në agjencitë tona të lajmeve, por edhe në rrjetet sociale, si është mundur që terroristë arrin të fusin armë dhe lënë plasëse në aeroport, ndërkohë që dihet se ti mund të kontrollohesh dhe të ndalohesh edhe për një shishe ujë në aeroport apo jo. Por ajo që ka ndodhur përpara check-in, kështu që aty normalisht qarkullojnë të lirë dhe kur futen tani, sikur çdo check-in, kur futen në atë pjesën tjetër, aty kontrollohen. Në këtë pjesën tjetër nuk kontrollohen. Tani qarkullojnë edhe do thotë analiza të tjera ku thuhet që për shembull Izraeli ka një tjetër mënyrë ku i kontrollon që në hyrje të aeroportit. Janë shumë vende në fakt që e bëjnë. Po, e bëjnë këtë, por që edhe analistë të tjerë kanë përfolur këtë sistem, sepse në qoftë se përqendrohen shumë njerëz përpara aeroportit dhe qëllimi i këtyre atentatorëve, terroristëve ishin që të bëjnë sa më shumë viktima. Do thotë se viktimat do ishin spostuar nga një vend në një vend tjetër, do thotë në hyrje të aeroportit. Gjithsesi është faktikisht një gjë që nuk mund ta parandalojsh, sepse çfarë mund të bësh me dikën që do thotë ka marrë vendimin të vritet, të vetvritet, është pa, do thotë nuk ka asnjë logjik aty. Dhe nuk mund të i thush për shembull që do të vrasim sepse ai pikërisht këtë kërkon. Dhe ai ka, do thot, atë zinxhirin me eksploziv dhe ai kërkon në Malbek për shembull në atë stacionin e metros, ka vajtur aty në stacionin e metros ku është një stacion përpara parlamentit, Komisionit Evropian dhe kërkon do thot gjithsesi të bëhen viktime. A kanë dështuar shërbimet sekrete të Belgjikës? Kanë dështuar, por do thot kanë dështuar në disa aspekte, do thot le ta zëm për shembull ky grup faktikisht më duket se nuk është hetuar për ditur se kush janë pjesëtarët ose miqt e armikut të parë do thot ndërkombëtar. Duket sikur skena ishte që janë njohur personat të rrethit Salah Abdeslamit në mënyrë krejt spontane. Në ndërkohë që do thotë një investigim besojun të vogël mbi miqët e atij Salah Abdeslam kishin mundur që të sjellin një informacion shumë të vlefshëm për këtë aferë. Për shembull, gjithë ata që kanë qenë aty janë të gjithë të familjes apo miqtë e Salah Abdeslam ose të atij tjetrit, atij Abaudit, që ka qenë, do thotë, ai personi që i ka në një farmase i ka rekrutuar. Ata kanë qenë në një shkollë, në një klasë dhe si duket mund do thotë reflektoj mbi këtë situatë dhe më duket sikur një polic i lagjës kishte mundur të bëjë më mirë punën se sa informacionet sekrete. Lista e gjithë atyre që kanë vajtur atje në Siri ishte në zyren e kryetarës së komunës Molenbeekut, të asaj komune. Do thotë ishte një listë me disa emra dhe emrat e gjithë këtyre terroristëve ishte në tavolinën e kryetarës së komunës. Nuk mund të imagjinohet që do thotë këto persona duke qenë në një listë të tillë me rrezikshmëri të lartë të mos kenë qenë në vëzhgimin e më të përforcuar të shërbimeve të Belgjikës. Kjo është e pakonceptueshme, do thotë, që të ketë një listë me njerëz të rrezikshëm dhe që të mos survejohen 24 orë. Mendoj që ka edhe probleme buxhetore ku shërbimet sekretet nuk kanë aq edhe buxhet, por mendoj unë një survejim më të përforcuar do kishte qenë i mundur. Si është sot Brukseli pas sulmeve terroriste?
Brukseli tani është si çdo kryeqytet që është goditur, me që Belgjika nuk ishte akoma e goditur nga një sulm terrorist, tani Belgjika është si Parisi, në një presion të madh, ku të gjithë janë ka edhe një fatalitet ku thonë që tani do mësohemi të kemi këtë lloj do thotë rreziku, ku mund të ndodh në çdo vend të Brukselit, kështu që është një gjendje shumë e tensionuar dhe sa të kalojë. Përgatisin njerëzit shpirtërisht. Po. Do thotë janë në presion, në tension. Për shembull, kur futesh në metro, shef reagim shumë, do thotë shumë negativ. Pastaj është ajo pjesa tjetër e stigmatizimit tani të një komunitetit që është komuniteti musliman, që shifen reagimet shumë negative dhe është ai rasti ku tani para disa ditësh ka qenë një thirrje që është bërë për një protestë në qendër të asoj lagje, që është refuzuar nga autoritetet e komunës, por që kanë ndodhur disa incidente dhe edhe kjo ka shtuar një tension tani ku stigmatizohet një komunitet për fajin e disa personave që nuk kanë lidhje fare me preceptet, me teorinë dhe me praktiken e këtij komunitetit. Zoti Gjanaj, me një vizitë të shkurtër në Bruksel arrin të identifikosh etni të ndryshme në këtë qytet. Pse pikërisht Brukseli në shënjestër të sulmeve terroriste, kur i gjithë vendi është treguar duket mjaft tolerante, integrues ndaj popullsisë, le të themi, arabo-muslimane? Po, faktikisht në atë zonë nuk mund të kuptohet pse për shembull marokenët, komuniteti maroken ka zgjedhur pikërisht Molenbeekun për tu përqendruar. Ashtu sikundër nuk mund të kuptohet pse shqiptarët kanë zgjedhur një tjetër lagje të Brukselit që quhet Skarbek për tu përqendruar. Atje ka shumë shqiptar, më shumë shqiptar se kudo në Belgjik. Nuk mund të kuptohet se çfarë ka qenë, do thotë, piknisja e këtij emigrimit në ato zona, po Molenbeeku është një zonë ku ka shumë maroken. Gjysma e popullsisë është e marokenëve, janë maroken, dhe aty do thotë dihet që ka edhe një përqendrim të shumë problemeve. Zonat ku kanë vajtur marokenët janë zona që nuk ishin të banueshme, le të themi ashtu, për standardin e Belgjikës. Dhe ata marokenë që kanë vajtur atje pasi në vitet 60 kanë ardhur nga Maroku me kontratë për të punuar, sepse nuk ishte krah pune në popullsinë belge, nuk donin më që të punonin në për minjera e gjëra të tilla, i kanë sjellur nga Maroku. Dhe do thotë dora dorës ato janë përqendruar diku, dhe janë përqendruar në Molenbeek, por pa një strategji të mirëfillt për integrimin e tyre. Normalisht pra sjellë të integruar sipas jush? Jo, sepse për shembull aty nuk ka qenë një detyrim që të mësohet gjuha franceze apo holandishtja që është gjuhë e dytë në Belgjik. Nuk ka patur një program integrues të paktën për gjuhën frangjishte, sepse ata menduan që do të kthehen ata. Por në kundërshtim me këtë, ata kanë sjellur edhe familjet e tyre dhe janë përqendruar aty në Molenbeek me probleme shumë të mëdha, integrimi dhe pastaj diskriminimi pak. Diskriminimi dhe në perceptimi i diskriminimit, sepse realisht Belgjika ka shumë mikpritse, ka shumë mundësira për tu integruar, ka, do thotë, shkollat më të mira, universitetet më të mira, por që normalisht një person që ka vullnet do integrohej shumë mirë
dhe do mund të avancojë shumë mirë në këtë shoqëri. Se shoqëria nuk është diskriminueshme në mënyrë të qartë dhe të dhunshme, po të hapur. Kështu që normalisht ata do integroheshin shumë mirë. Mirë, po mendoj unë fakti që kanë qenë të mbledhur në një vend të caktuar dhe që aty kanë folur, kanë krijuar një Marok të dytë. Kanë krijuar por një ndjenjë që një perceptim negativ thuti që janë të diskriminuar në mënyrë krejtësisht të hapur dhe pa asnjë perspektivë. Dhe realisht aty do thotë ka xhepe varfërie shumë të theksuara, ku për shembull aty do thotë rinia do thotë papunësia është shumë e madhe, 40% në këtë për të rinjt që kanë më pak se 30 vjeç, ka 40% papunësia ka arritur deri 40%. A është ky një justifikim për t'i nxitur ata drejt ekstremizmit? Jo, ne nuk po justifikojmë sepse nuk është e justifikueshme. Pastaj le të marrim këtë pjesën tjetër, do thotë janë faktorë që mund të nxisin, tani janë faktorë që mund nxisin rekrutorët, sepse rekrutorët vinë me para që kanë nga burime shumë të ndryshme, shumë para, një teori që është teori që përdoret në për sektat e ndryshme, do thotë ndërtimi i argumentimit të tyre është shumë i fortë, shumë i fuqishëm dhe vinë në një popullat që ndjehet e diskriminuar, rinia flet në rrugë për diskriminime të ndryshme, për mosnjohjen, për një mospranim në atë shoqëri dhe rekrutuesit vinë, po nuk gjojnë këndo. Gjojnë njerëz që kanë rekorde penale. Shumica e atyre terroristëve janë njerëz që kanë rekorde, do thotë janë të rinj që kanë rekorde penale, madje me dhunë. Do thotë, siç e thotë edhe një analist i specializuar në fenë islame, ai thotë që nuk është se është bërë islami i dhunshëm apo terrorist, por është do thotë nuk është islamizuar radikalizuar islami, po është islamizuar radikalizmi. Radikalizmi ka qenë një diçka që ka qenë brenda atyre. Kanë qenë hajdut të ordiner, që janë rekrutuar e nxit me prirjen e tyre prej hajdutëve të dhunshëm, që kanë qenë më përpara dhe u kanë dhënë disa precepte, disa informacione, hajde se po të fusim në këtë mes dhe ti lahesh nga gjithë ato gjunahet e tua që ke bërë gjatë gjithë jetës. Besoj unë edhe se kemi patur disa informacion se prindrit e tu do jenë shumë mos mendo që do jenë të trishtuar, sepse ata do kënaqen, sepse ti do shkosh shahid, do shkosh hero i kësaj i fe, se nuk e di se çfarë. Do thotë i kanë rekrutuar në mënyrën më banale, por që do thotë ka funksionuar sepse terreni ka qenë i përshtatshëm, por që nuk ka të bëjë fare me komunitetin musliman, le ta themi kështu. Do thotë nuk kanë qenë njerëz që janë futur, për shembull, nuk i njeh askush, se unë kam kontakte duke qenë edhe këshilltar komunal në atë lagje, kam kontakte me njerëz aty dhe më thonë që ata nuk kanë futur asnjëherë këmbën në një xhami, për shembull. Asnjëherë. Megjithatë vetën e hedhin erë duke thirrur Allahu Akbar. Po, do thotë një diçka që e thonë sepse kontrati me ISIS-in ka qenë i tillë që ju në momentin që ta bëni këtë, do thotë e bëni në këtë mënyrë që të laheni. Ju do laheni, do thotë ignoranca e atyre është e skajshme, e te skajshme madje. Nuk kanë ditur as pak, por që ata e kanë ditur se si t'i rekrutojnë dhe si t'i radikalizojnë për ta përdorur tani një nga fjalët e fes, Allahu Akbar, në momentin e duhur që të krijojnë ata atë panik
Dhe besoj unë, Salah Abdeslam nuk ka hedh veten e tij në erë, sepse ka marrë lekt. Do thotë ka marrë shumë para aj, dhe nuk ka dashur që ta hedh veten në erë, sepse do shfrytëzonte gjithë ato para që ka marrë. A parashikohet që Parlamenti belg të marrë masa kundër personave të cilët kryen akte ekstremiste në Belgjik? Po tani është një moment ku duhet të ditur tani që ku qëndron problemi, do thotë është puna e komisionit të posaçëm parlamentar që do merret me problemin, me adresimin e problemit të sigurisë në Belgjik dhe mos komunikimit ndërmjet gjitha ato shërbime të shtetit, dhe pastaj sigurisht që do thotë me analizën e dështimit nënthojza të situatës do merren masa për. Nuk besoj se duhet marrë më shumë masa se çka, dhe tentativa ose tundimi që vjen nga disa shtete, për shembull si Franca, që marrin për shembull një vendim krejtësisht qesharak të heqjes në të shtetësisë franceze për ata që do përfshihen në akte të tilla. Po nuk ka kjo, po. Po ashtu është qesharake, sepse do thotë analistët thonë që imagjinoni ai që e hedh veten në erë dhe në momentin e caktuar thotë unë nuk do e bëj këtë sepse po ma heqin do thotë shtetësinë. Rrezikoj të ma heqin shtetësinë, ose për shembull mund të kishte shtetësia për anëtarët e familjes të fëmijët e tyre. Voilà, nuk ka asnjë, do thotë ai që bën këtë, do thotë shumica e këtyre, unë njoh edhe prindri për shembull, prindër e atij e abautit. Unë punoj as 40 metra larg shtëpisë abautëve. Dhe do thotë jati i abautit më thotë që ai do thotë ka qenë do thotë ka prishur çdo lidhje me neve. Po këtë mund ta thon fare lehtë. Po, do thotë nuk është se ka ndonjë respekt për neve që jemi prindër të tij. Kështu që nuk e vret mendjen ai riu se çfarë do bëhet me familjen e tij, për shumicën e tyre. Cili është qëndrimi i Belgjikës për luftëtarët e shumtë belg që marrin pjesë në luftrat e Sirisë? Faktikisht tani është niveli, se janë edhe nivelet e ndryshme të kompetencave dhe shteti federal ka këtë pjesën e shërbimit sekret, por masat që merren tani për radikalizimin e personave, do thotë që kthehen nga Siria, dhe janë marrë disa masa në disa komuna ku do thotë. Janë masa integruese apo? Janë masa për edhe do thotë aspektin e sigurisë, ku persona duhet do thotë të survejohen dhe të prezantohen në momente të caktuara që të mos lihen të lirë do thotë krejtësisht, por janë edhe masa ku njësër aktorësh lokal do përpiqen që të fillojnë të punojnë me ato persona që të mundohen që të radikalizojnë, sepse do thotë është një larje trurësh që është bërë atje në Siri, dhe njësër aktorësh për atë çfarë mundën të bëjnë atje, do ta bëjnë, do thotë janë ngritur disa qendra ku persona të specializuar me psikolog, me aktor të jetës shoqërore, autoritetet komunale, do thotë policia, mundohen që të kenë një efekt në radikalizimin e këtyre personave. Për pjesën tjetër tani është shteti sigurimi që merret me këto persona që të mos kenë edhe gjëra të tilla. Dhe besoj unë tani në momente të tilla justifikohen edhe masa pak më të përforcuar, ku do thotë Belgjika ka probleme për buxhetin të gjëje, për shembull 2-3 miliard, ja tani për shembull shteti federal është në kërkime sipër për 2-3 miliard për të ekuilibruar buxhetin e shtetit,
në momente të tilla justifikohen që të merren ose të jepet më shumë për pjesën e sigurisë, dhe kështu që besoj se do ta bëjnë dhe nuk do të kenë shumë probleme për ta kaluar në parlament, sepse kuptohet situata është shumë emergjente dhe justifikohen këto veprime. Zoti Gjana, flasim pak për ju? Jeni shqiptar i Shqipërisë, keni lindur në Belgjik, jeni tashmë deputet në Parlamentin e Belgjikës. Si vendoset të futeni në politikë, të zgjidheni si deputet? Atëherë unë kam para 15 vitesh fillova punë në një instrument që kishte të bëjë me lançimin e aktiviteteve ekonomike, pikërisht në atë lagje, sepse është investuar shumë, do thotë në ato lagje që pasi është bërë analiza që aty është një skamje të madhe dhe një mos zhvillim, shumë që në Molenbeek, dhe rajoni filloi politika që kishin të bëjnë me zhvillimin e zonës. Dhe një pjesë e kësaj politike ka qenë, do thotë, hapja e një zyre konsulencë për ata që kishin nevojë që kishin dëshirë të hapin një aktivitet ekonomik. Dhe në këtë unë ingranova në politiken, faktikisht u ingranova në politiken lokale dhe me koordinim tani me autoritetet lokale, fillova do thotë të përfshihem në politiken e kësaj lagje dhe në këtë moment ishte edhe një kërkesë që vinte nga komuniteti shqiptar, që donte të kishte jo një përfaqësues, po të kishte edhe për shembull një shkollë shqipe. Dhe për këtë shkollë shqipe pastaj fillova të bëj ato kërkesa, por pash që nuk është e mundur që të kesh ndonjë mundësi më shumë, po su ingranove në politikë dhe u futa në politikë dhe bëra disa hapa të mira për komunitetin shqiptar, sepse aty do thotë u hap një shkollë shqipe ose më mirë, le ta themi kështu, një mësim plotësues në gjuhën shqipe. Unë ngrit edhe një grup vallëzimi për këngë valle popullore tona. Pastaj do thotë dora dorës me njohjet që kisha edhe në fushën politike, do të arritëm edhe të hapnim një qendër kulturore. Tani jemi në hapjen e sipër të një qendër kulturore të mirëfillt. Por që do thotë në ndërkohë unë u prezantova për herë të parë në lagjen e Molenbeek, në komunën e Molenbeek dhe fitova, pasi kisha njohjet mjaftueshme edhe nga komuniteti shqiptar, por edhe nga të tjerët, dhe besoj kryesisht komuniteti shqiptar që ka votuar për mua aty, dhe dora dorës pastaj u prezantova edhe një 2-3 herë, 2 herë në federal, do thotë për shtet, sepse Belgjika është shtet federal, dhe 2 herë dhe 2 herë në rajon e 2 herë fitova do thotë mandatin si deputet të rajonit të Bruxelles, që është parafërsisht e njëjta gjë siç janë ato landët në Gjermani, do thotë në shtet federal, dhe një nga entitetet e Belgjikës janë 3, është Bruxelli ku ka 19 komuna dhe aty u zgjodha si deputet. Po duke marrë më shumë votat e komunitetit shqiptar. Sa të integruar janë shqiptarët në Belgjik? Po shqiptarët në përgjithësi janë punëtor, do të njihen si persona shumë dinamike që kanë edhe vullnetin dhe duhet ditur gjithashtu që historiku i marrëdhënieve mes shqiptarëve dhe belgëve është një historik i suksesshëm, i mirë, ku belgët kanë integruar gjithë ato shqiptarët dhe le ta zëm për prindrit e mi që janë arratisur nga Shqipëria në vitet 56, kur kanë arritur në Belgjik, do thotë më kanë treguar që në atë shtëpi ku janë strehuar, do thotë kanë gjetur edhe vatrën e ndezur aty në Oxhak. Deri aty ka shkuar, do thotë, mikpritja e belgëve për shqiptarët, do thotë. Dhe kur pastaj edhe janë ato valet tjera të emigrimit të shqiptarëve, ku shqiptarët
janë pranuar, janë mirëpritur, janë pritur shumë mirë, me masa shumë integruese dhe mundësit pastaj janë, si që thash edhe më përpara, që mundësit janë shumë të mëdha në Belgjikë dhe shqiptarët janë integruar mirë, do të adaptohen shumë mirë, kanë kontakte shumë pozitive me belgët dhe fakti që janë edhe të shpërndar mund tjetë edhe një aspekt pozitiv, sepse integrohet më mirë, adaptohen, po janë kryesisht shqiptarët nuk kanë probleme për tu integruar dhe janë me aktivitetet të ndryshme, do thotë punësohen, kanë aktivitetet e tyre. Tani atje sa kemi një vit që kemi lançuar edhe një shoqat biznesmenësh shqiptar atje, dhe duke u marrë me evidentimin e aktiviteteve ekonomike që drejtohen nga shqiptarë, kemi parë që ka shumë shqiptarë që kanë aktivitete ekonomike, shumë që edhe aty është një zhvillim pozitiv, por që nuk mendoj të ketë dë një problem. Kemi qeliza të vogla, shumë marginale, që përkeqësojnë imazhin e shqiptarëve, kjo është e ditur, do thotë sidomos në vitet. Po, në vitet... Me çfarë merren ata që dëmtojnë imazhin? Po me trafiqet, me kështu me ato trafiqet e personave, do thotë me drogë, me kështu, po e përkeqësojnë shumë keq, e kanë përkeqësuar faktikisht tej mase imazhin e shqiptarëve. Dhe tani do thotë puna e gjithë, sepse shumica janë të mirë integruar, dhe kur dëgjohet një lajm që ka për shembull një trafik, janë kapur disa persona, shqiptarët do thotë ngelin duke pritur, duke thonë që inshallah nuk do jetë një shqiptar që do jetë kapur aty. Sa do thotë janë të ndjeshëm për këtë punë. Dhe ka tani jemi disa shoqata që funksionojmë aty për të ndryshuar këtë imazh dhe kemi suksese, sepse publiku belg është shumë i mirëpret ato aktivitete. Kemi bërë disa aktivitete në ato lagje, në vende publike, kemi tani pjesëmarrje në shumë festivale, për shembull. Tani është një festival që quhet Festival Balkan Trafik, do ndodh me 14, 15 dhe 16 prill, dhe aty do marrin pjesë edhe grupe të Shqipërisë dhe të trevave tona, treva tjera shqiptare, po edhe grupe të vendit, do thotë të Belgjikës, që rrjedhin nga aktiviteti i këtyre shoqatave. Dhe do thotë sa herë që ndesh publiku belg me aktivitetet e shqiptarëve, do thotë mahnitet nga pasuria kulturore dhe do thotë sjellja shumë pozitive e shqiptarëve. Pastaj është pjesa tjetër ma intime ku festivali mbaron dhe ato pjesëtarë, ato shqiptarë do të takojnë publikun belg dhe publiku belg është shumë pozitiv për çfarë ndodh aty. Kryesisht do thotë jemi mirë, por duhet të punojmë edhe më shumë që ta ndryshojmë këtë imazh, por që do thotë është një proces që ka suksese të tij. Zoti Xhane, faleminderit që ishit i pranishëm në Diplomatikos. Faleminderit për ju. Shikues nderuar, unë ju falenderoj për vëmendjen që na kushtuat. Bashkëshimi javën tjetër, ndërkohë vijoni të na shkruani sugjerimet tuaja në faqen tonë në Facebook. Mirupafshim.